Banorët në kryeqytetin e Ukrainës Kiev kërkuan strehim në stacionet e nëndeshme të metros, pasi Rusia nisi një sulm ajror gjatë natës, në të cilin mbetën të plagosur 3 persona sipas autoriteteve. Shpërthimet u regjistrua në të paktën 3 zona të ndryshme të Kievit, tha kryebashkiaku Vitali Klitschko në një postim në Telegram. 2 civil u dërguan menjëherë në spital në bregun lindor të lumit Dnipro, që ndan qytetin. Shpërthime në kryeqytet, mbrojtja ajrore po funksionon, qëndroni në vend strehime, theksoi kryebashkiaku Vitali Klitschko përmes një postimi në aplikacionin e mesazheve Telegram. Banorët e kryeqytetit Ukrainës u panë të ulur në stacionet e metros së Kievit në pritje të një njoftimi të dytë. Dëshmitarët thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se dëgjuan shpërthime në ato që dukeshin si njësi të mbrojtjes ajrore. Ndërkohë, nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Moska, e cila mohon të ketë shënjestruar civilët në luftën që Rusia filloi me një pushtim të plotë të fqinjit të saj 3 vjet më parë. Mijëra civil kanë vdekur në konflikt, shumica dërmuese e tyre Ukrainas.